All the films in one radio show. Filmat kult. You want a chocolate? Frankly, my dear, I don't give it. Informacionet e fundit nga kinematografia. Why so serious? At the movies. Për fansat e kinemas. I'll be back. Personazhet e preferuar. Filmat që bën historinë. My mom always said life was like a box of chocolates. Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni at the movies. Do të jemi së bashku për plot 1 orë, nëse është hera e parë që na dëgjoni dhe thoni për çfarë flet ky emision. Besoj se ja u treguam nga vetë emri që do të jemi këtu, të ulur. Zakonisht jemi 2, sot jemi 3. Fansa të çmendur të kinematografisë dhe flasim për filmat më të fundit, premierat më të fundit, sugjerimet tona dhe gjatë 1 ore jemi në tinguit e kolonave më të bukura zanore të gjitha kohërave. Jeni me Edin e Dean dhe Klemin, i cili na bashkohet sot në program. Mirë se erdhe. Klimi na vjen gjithmonë më i zbukuruar dhe gjithmonë me premiera të reja, po kësaj radhe si fund viti ka ardhur kështu një turg, siç ka ardhur një turg punësh, një turg premiera. Në këtë fund vit po mban 2 kunguj në një sqetull. 3, 4, 5. Po ishte një periudhë që realisht atë po thoya ishin disa filma të tipologjive komplet të ndryshme nga njëri tjetri që kishin vetëm 1 javë diferencë nga njëri tjetri dhe ku diun duhet bësh me shumë personalitete që të futesh në kalon në disa gjendje emocionale në ditë të ndryshme me siguri. Prandaj tani po bëhemi gati për Avatar, kështu që jemi mood Avatar. Po pa kaluar tek premierat që pritet të vinë ose çfarë presim të shohim në Cineplex, më bëj një përmbledhje të shkurtër të si ka qenë ky vit në Cineplex dhe si e ke parë audiencën në krahasim me vitet e tjera. Pra kanë qenë më të etur për të ardhur në ekranin e madh për të parë premiera. Kanë qenë më të etur për prodhime origjinale. Horrori ka qenë mbreti i këtij viti, do thoja. Horrori interesant, origjinal, filloi me Sinners që ishte shumë i bukur, vazhdoi me Weapons, dhe Conjuring që normalisht nuk është origjinal, është një sequel, është i fundit i sagës. Ishin filmat më të parë në Cineplex në këtë lloj tipologjie për të rritur, ndërsa për fëmijë dhe për familje, të cilët un kam kohë që nuk i konsideroj më filma thjesht për fëmijë, por janë shumë për të rritur. O për të gjithë familjen. Ishin gjithashtu në të njëjtën varg suksesi. Lilo dhe Stitch ka thyer rekordin e të gjitha kohërave në 12 vite Cineplex, si filmi më i huaj më i shikuar. Më pas ka vazhduar me tituj të tjerë. Kishim tani premierën e Zootopias, i cili besoj keni lexuar lajmet që ka bërë namin në gjithë botën, është duke kapur shifrën $1 miliard në vetëm 1 javë shfaqje. Çfarë bën Zootopian kaq të dashur për publikun dhe po çfarë po ja jep gjithë të xixën aty lart që po i shtyn njerëzit të përflitet kaq shumë. Unë personalisht nuk e kam parë. Filmi i parë ishte shumë i veçantë. Ishte një miksi i personazheve shumë ndryshe nga njëri tjetri, ku secili kishte diçka komplet ndryshe për të ofruar. Animimi është filmi me më shumë animation që Disney ka bërë ndonjëherë, me shumë personazhe unik, specifik në një film. Dhe ishte edhe nostalgjia, pasi filmi i parë është prodhuar 9 vite më parë. Ato fëmijë janë rritur, adoleshent janë bërë edhe më të rritur, kështu që po është shndruar edhe në një lloj franchise, në fal, Zootopia, pra ka kukulla gjithandej me personazhet, janë bërë ku diun koncerte, fëmijët këndojnë këngët e tyre. Shakira gjithashtu ishte një rikthim shumë i mirë tek filmi dhe një nga gurët e suksesit ishte shfaqja paralele në kinë, pasi në kinë zakonisht filmat shkojnë me pak vonesë, 1 ose 2 javë, por kanë shitje të jashtëzakonshme, ndërkohë që me Zootopia kishte një hype shumë të madh në kinë, gjë që realisht nuk e prisja, por arriti të thyente rekordin e Avengers duke bërë mbi $100 milion box office brenda 24 orë. Nuk dim të themi nëse filmat po bëhen më të mirë apo jo, por rekordet po thyhen vit pas viti, do thoja muaj pas muaj, të paktën nga ana e shitjeve. Nuk dim pse ndodh kjo, nga cilësia e filmave. Unë besoj që është ajo nevoja e njerëzve për të parë filmat bashkë. Unë atë e shoh si një lloj forme. Okej, të gjithë shohim filma në shtëpi, ka shumë prodhime të cilat shkojnë direkt në streaming. Madje kryefjala e kësaj jave ishte
blerja ose tentativa për të blerë Warner Bros nga Netflix, që ka bërë një dallë të madhe në Amerikë dhe në gjithë botën, që ku po shkon kinemaja, pati më pas një kundër ofertë të Paramount Pictures, flasin për shifra 84 miliard dollar, 100 miliard dollar. Por ato çfarë na tregon për shembull filma si Zootopia ose Avatar ose dhe filma të tjerë që mbushin plot sallat e kinemas, është që nuk e sheh asnjëherë një film një lloj si në shtëpi, si në një komunitet. Duhet jetë ilegale ta shohësh Avatarin në shtëpi, mendoj unë, është shumë e gabuar si lëvizje. Gjithsesi janë ato filmat që realisht ne patëm një eksperiment me Interstellar, janë ato filmat të cilat kur i sheh në televizor mua personalisht nuk më japin fare atë, më shumë më rreh ajo nostalgjia se si e kam përjetuar këtë film kur e kam parë në sallën e kinemas, sesa doja të ndalesha pak të diskutimi që hodhe për blerjen e Paramount nga Netflix, edhe në fakt kishte ndërhyrë dhe presidenti amerikan që thoshte se do bëj diçka për ta ndaluar këtë, sepse po bëhet një monopol i madh. Fakt edhe mua nuk më erdhi fort mirë. Dua të shoh filma që prodhohen nga kompani të ndryshme. Nuk dua që çdo film që ulem dark të dali logoja e Netflixit që hapet, sepse më duket sikur po shikoj praktikisht të njëjtën. Por për një saksim, Netflixi dhe CEO i Netflixit thashë ne nuk do blejmë Warner Bros për ta vrarë Warner Bros. Do ta blejmë Warner Bros për të vazhduar shfaqjet e filmave në kinema. Kështu që edhe ai është nuk besojmë se do ndryshojë të paktën në konceptin e shfaqjes filmave. Mirë, shkputemi për pak tani dhe rikthehemi për të folur për premierat që na presin në sinema. Mund të jetë përdorur si kolon zanore ose të jetë plejuar në një fragment, por di që sa herë fillon të luhet në një sken filmi, një zëri fillojmë të këndojmë në shtëpi të gjithë familjarisht në rast se e dim të memorizuar përmendesh unë hyn në këtë familje që e di të memorizuar përmendesh. Në botën e magjishme. Mirë, jemi me Klemin, duam të dim pak më shumë mbi premierat që pritet të vinë në Cineplex, Avatari si kryefjalë. Avatari do të thotë kur janë ato vite që luhet Avatari, është kryefjala që në fillim të vitit, domethënë që në janar flitet me çfarë do dalin në dhjetor, që është Avatari. Tani po bëhet një luftë shumë e madhe për trailer që do jepen në kinema para Avatarit. Mua më pëlqen shumë ky trendi që po ndjekin shumë shtëpi kinematografike në botë, të cilët e japin trailerin e filmave më të pritur të vitit në vazhdim, posaçërisht dhe vetëm në kinema. Për shembull, ne po presim të marrim dorëzim trailerin e Avengers Doomsday, që do jetë rikthimi i kastit origjinal të Avengers vitin e ardhshëm dhe do jepet ekskluzivisht vetëm në pra kinema. Nuk del në YouTube dhe nuk është askund tjetër, është vetëm në kinema. Do dalin pas disa ditës ose pas javës së parë. Po më fal që të pyes teknikisht, pra ka dhe një lloj marketingu që bëhet që vendoset se ky trailer do jepet para këtij filmi, pra para Avatarit, po themi apo këtë që vendosni vetë. Të së njëjtës kompani janë të Disney. Okej. Kështu që besoj vendoset nga Disney kjo gjë. Por po presim gjithashtu dhe një trailer të shkurtër dhe të The Odyssey, që është një nga filmat më të bukur të 2026-s. Unë personalisht me zor po pres filmat e 2026-s sepse besoj se do jetë një nga vitet më të suksesshëm të kinematografisë të dekadës fundit, ndoshta edhe më shumë. Do flasim për ca tituj. E bëri parashikimin e tij alla Baba Vanga. Unë kam bërë një parashikim, do ta them pastaj kur për mua do jetë filmi më i mirë i 2026-s. Gjithashtu dhe pritet edhe një trailer për Spider-Man, i cili do jetë gjithashtu në korrik të vitit 2026. Kështu që është një hype shumë i madh vetëm tek ai momenti që ulesh për të parë filmin, por që dalin trailerat më përpara. Dhe ne po bënim shaka sot në zyrë, a do kemi persona që kanë bler biletën për Avatarin vetëm të shohin trailerat dhe të dalin. Po, se mund ndodhe dhe unë thash i bie duhet shkosh se s'bën kinema për të parë edhe trailerin e një filmi që pritet të vi. Po të shijojnë shumë. Kështu që Avatari është 3D, duhet të jetë 3D, besoj apo? Avatari është 3D dhe është një nga ato pak filma të cilët krijohen në 48 frame per second, ndërkohë që shumica janë 24 frame per second, Avatari është në 48. Edhe ndjesia e 3D-s do jetë goxha më reale. 3D-s është shumë e mirë, neve po shkarkonim kontentin e Avatarit dhe nëse për shembull teknikisht një film ka një kapacitet që ne e shkarkojmë diku ke 250-260 giga, Avatari ishte 1.4 terabyte. Okej. Që ju mori sa kohë si shkarkim?
Desh një ditë, 2 ditë, po presi vetëm të aktivizohet të marrë kolegët e puna, më bura unë shkarku, ja, edhe pak, ka dhe një 20 minuta. Tani ka përdoj shumë avatarin, po shkarkon ti që po vonon ka që. Që është bllokuar gjithë interneti, ande ajo zonë. Mirë, po thonim pak në publicitet që Avatari nuk ka patur ndonjë marketing të çmendur në krahasim, po themi me diskutuam pak për Stranger Things, edhe gjithë atë zhurmën e madhe që e ndjek, duke filluar nga ato që po më thonte Edi, shkronja. Po që tani ka një lloj shkrimi në Instagram që është Stranger Things, do të thënë shkronjat të cilat përdoren atë hyrjen, mund t'i përdorësh tani me atë lloj metode, po them. Shumë gjëra të tjera. TikToku ishte i çmendur dhe filloi të nxirrte video para se të dilte sezoni 5 dhe 5 seritë e para të aktorëve. Në Berlin isha në mes Berlinit, në qendër ishte edhe një amusement park, nga këto parqet rekreativ me komplet temën e Stranger Things. Kështu që po bëhet një marketing i jashtëzakonshëm për sezonin final. Avatari pse jo? Kjo është pikpyetja ime. Po besoj futet tek ato filma një lloj kult siç është dhe Star Wars, të cilët janë kult në Amerikë, futen tek historia e kinematografisë të Amerikës Avatari, kështu që thjesht fjala Avatar ka shumë përemra, ajo teknologjia që është përdorur, historia që pritet jashtëzakonisht jetë e bukur. Review-t e para thon për një nga skenarët më të mirë të 3 filmave Avatar gjithsej. Dhe mua më pëlqen ky lloj trendi që David Cameron ka zgjedhur, i shumë i ngjashëm me Star Wars, me 2 trilogji. Praktikisht ai po mbyll sagën e parë të Avatarit për të nisur ndoshta ose ndoshta jo 4, 5, 6 në e njëjta metodologji që ka pas dhe Star Wars në vitet 70. Edhe më pëlqen edhe kjo ideologjia që ndonjëherë shumë zhurmë është për asgjë dhe mjafton vetë emri Avatar, pra është si një brand shumë i mirë, po themi veshjesh ose çantash që s'ka nevojë për të bërë atë. Po nëse bëjmë krahasim si Beyoncé për shembull, nuk ka nevojë që të bëjë marketing. Ka edhe këtë efektin e kundërt, duke qenë se unë nuk kam parë asgjë tjetër përveç trailerit që dha aty zbulohet shumë pak, pra të rritet kurioziteti për të shkuar edhe për ta parë, se praktikisht je hermetik, nuk di asgjë se çfarë do të ketë filmi. Është edhe fakti që Avatari i dytë ishte thjesht 3 vite më parë, nuk ka kaluar një kohë shumë e gjatë siç ka kaluar nga Avatar 1 tek Avatar 2. Kështu që besoj do jetë kryefjala padyshim Avatar, por nuk është premiera e vetme apo jo që mbërrin vazhdën e të gjithë këtyre filmave që i kemi për fund viti. Javën e ardhshme është vetëm Avatar, ndërkohë që në datë 25 shqyr, domethënë, që është vetëm Avatar, se është 3 orë 17 minuta film. Dhe nuk na lejohet të bëjmë pauza ndërmjet, kështu që duhet shohim ose të bëjmë një gjë me masat. Do të merrni për të ngrënë, për të pirë dhe të gjitha ato tjera. Me pampers gjithë me vete. Ndërkohë që më pas në datë 25 kemi gjithashtu një nga këto filma që po i bëhet një marketing shumë i mirë, është The Housemaid. Me sa kam marrur informacione, është një nga librat më të shitur në tregun shqiptar, por një nga bestsellerat botror pa diskutim, me vullën e New York Times. The Housemaid vjen i ekranizuar me 2 protagoniste, Sydney Sweeney dhe Amanda Seyfried. Ka një hype të jashtëzakonshëm, pra, ndryshe nga Avatari, The Housemaid mua më ka dalë kudo dhe jam, domethënë, ndër të parët njerëz që e kam diskutuar edhe me shoqesh që mezi pres të dalë The Housemaid, shkojmë shohim bashkë. Për mua hyn tek ato libra të cilët kanë qenë bestsellera jo shumë vite më përpara që të jenë harruar. Është një libër që është bestseller i viteve të fundit dhe për këtë arsye u çudita që u ekranizua kaq shpejt. Me pak a shumë njëjtin vibe me ndoshta i Tense with Us, që ishte një nga librat e fundit që rezultoi goxha sukses. I suksesshëm nga ana e box office dhe në marketing. Pastaj se si ishte filmi ka më duket sikur është bërë tendencioze për zgjedhja e Sydney Sweeney nga ana e regjisorëve, pra është ajo ideologjia, mendoj unë që dashuria tërheq shumë vëmendje, po është ekuivalenti i saj është gjithashtu dhe urrejtja, pra ndoshta ajo çmenduria që e kemi vendosur në këtë piedestalin, e kemi villanifikuar të tipit, domethënë e kemi bërë antagoniste dhe sërish kemi një dëshirë të shohim antagonistët, edhe të shohim se çfarë po bëjnë, si po aktrojnë, a ja kanë dhënë këtë rolin mira, si ja kanë dhënë këtë rolin mira. Sydney Sweeney tani po bëhet si një nga ato shtyllat kryesore të ekonomisë amerikane, shumë se për të gjithkohës po flitet për çfarë do lloj gjë për Sydney
Sydney Sweeney. Po një peshë të madhe, vëmendja e ka marrë edhe prej asaj, padyshim. Bëjmë një shkputje të vogël tani dhe rikthehemi sërish për të folur për të tjerë filma. Mund t'i ndash me ne këto bindje Në parashikuese kam një që kështu, jo shumë tradicionale, domethënë shumë thonë që The Odyssey normalisht do jetë një nga filmat më të mirë të 2026-s, i bërë nga Nolan. Spider-Man gjithashtu, Avengers. Po, për mua një as nën mëng që do jetë një film ndoshta edhe nga më të shit. Për publikun shqiptar besoj mund të jetë më i ndjekur dhe Devil Wears Prada 2. patjetër. Ka filluar një vibe, një hype goxha i madh me filmin, mblidheshin njerëzit në New York, krijonin turma vetëm për të parë xhirimet në zyra, në ato rrugët në New York. Dhe sa do e thoja, mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë ky marketingu ku janë vetëm filmime që kanë bërë kalimtarët ose njerëzit që kanë ndetur aty përgjatë xhirimeve të filmit. Kështu që shumë reale. Besoj për publikun shqiptar do jetë filmi më i mirë i 2026-s. Do filloj në 30 prill. Shpresoj mos kemi ndonjë kështu shfaqje paraprakë ndonjë ditë para botës nga këto gjëra që ndonjëherë na jepet mundësia t'i bëjmë. Gjithashtu ndoshta një lajm i keq për këtë është që thjesht një javë më përpara është biopiku i Michael Jackson. Traileri, nuk e di nëse e pa trailerin e Michael, ishte fantastik. Është filmi i parë i krijuar nga producentët dhe regjisorët i Bohemian Rhapsody, që është një nga filmat më të mirë që mbahet si biopik i një artisti i Freddie Mercury. Kështu që besoj do kenë pak ndikim tek njëri tjetri, por do jenë dy nga filmat më të mirë personalisht për vitin 2026. Për Odiseun, në fakt, kam parë shumë njerëz të cilët e njohin mirë filmin dhe që kanë shumë pritshmëri për të, ndoshta edhe nga tematika, se është një temë të cilën e kemi hasur që në libra, në histori, kemi dëgjuar dokumentarë gjithandej, dhe padyshim që është edhe në vetvete histori e bukur. Dhe nga mënyra se si Nolan i realizon. Edhe Nolan i rrallë zhgënjen, megjithatë unë kam një frikë të vogël gjithmonë kur ka kështu një lloj masiviteti dhe njerëzit e presin me padurim dhe ndonjëherë ndodh ndonjë flusk, ndonjë gjë. Megjithatë me Barbin kjo. Vazhdoj ta them. Me Barbin ishte pak a shumë e të gjithëve kjo gjë, që pati shumë njerëz që e pan, po shumë opinione pro dhe kundër, pra që e vlerësonin filmin. Megjithatë, besoj që do të jetë kam qenë tim Oppenheimer atëherë. Po, ishte kjo, pra, Barbenheimer. Po, unë isha nga Oppenheimer 2-3 herë duke e parë. Është shumë ndjesi e bukur kur je kështu një gocë e veshur me zeza dhe janë të gjitha me rozë dhe je kështu, çfarë po shikoni edhe një herë, ma kujtoni. Ndërkohë, duke qenë se jemi te këto filmat e së ardhmes, e tashmja flet për ideën që ka 2 ditë që vjen vërdall dhe na flet për një film. Po, është e vërtet. Është po, nuk mund të ndaloj. Po unë kam 2 ditë që përballem me këtë presion. E ti vjen një ditë në zyrë të unë Bugonja. Dhe ka edhe këtë emën. Ku je o Bugonja, i thash. Dhe ka këtë emën Bugonja që është pak e çuditshme. Ndonjë kështu edhe spoiler pranohet për këtë emrin Bugonja. Ka domethënie po. Është në mos gaboj dhe dua shumë të jem sakt këtu. Ka të bëj diçka me bletët dhe me pjesën e uljes së popullsisë së bletëve, a me një proces që bletët bëjnë me njëra tjetrën, dhe është një tipo metafore për vetë filmin. Trego tani çfarë është ky film? Mirë, jam shumë emocionuar. Bugonja nga Yorgos Lanthimos. Mendova se kur pash Poor Things kisha parë gjithçka, por isha jashtëzakonisht shumë gabim, po flisnim pak me Klenin mbi marrëdhënien e çuditshme të Yorgos dhe Emës. Unë mendoj që Ema është muza e tij, po ja u them premisën dhe sinopsisin e filmit shkurtimisht. Emma Stone luan një CEO shumë të ftohtë, shumë të akullt, nga këto tipet e fiksuara që pi një grusht me vitamina ditë për ditë, bën aktivitet fizik, çohet në orën 4:30 dhe drejton një kompani farmaceutike shumë të madhe. Ka disa polemika sepse ankohen punojësit e saj që ajo i mban jashtë orarit të punës. Pra tipikisht kjo Meryl Streep versioni Emma Stone, por jo në mod në farmaceutik. Dhe është dhe Jesse Plemons që luan një djalë
Amerikanët thojnë ti u futet down a thread. Pra, u futet në një tunel, mua më duket ndonjëherë si ato tunelet e Alice in Wonderland. Pra, është një njeri I cili është I obsesionuar me teoritë konspirative. Okej. Dhe jeton në një bindje të plot të tij me gjërat që ka lexuar dhe researchet që kanë nxjerrur nga faqe të çuditshme ose jo, se kjo CEO e luajtur nga Emma Stone është në të vërtetë një alien që vjen nga një planet që quhet Andromeda dhe ka ardhur këtu për të shkatruar botën. E di në detajle, po e di se sa njerëz të janë shtuar shumë këtu. Po është aq e bukur. Janë shtuar shumë në Shqipëri don teoria e konspiracionit. Po, dhe bindja e plot. Bërë një gjë e frikshme këtu te ne. Po nuk po flas nivel Alfred Sako që ka deri diku të drejtë, po flas Alfred Sako shumëzim 100 dhe kupton të tipit si mund të jetë. Nuk e di domethënë. Ka. Do t'i themi në publicitet. Nuk tani që janë te teoria e konspiracionit, pra asnjëherë nuk mendojnë që gjëja është ashtu siç shihet. Siç duket, ka gjithmonë diçka të mbrapa. Po, dhe ai vendos bashkë me kushëririn e tij, I cili është një personazh shumë fani, do thoja që nuk është nga këta njerëzit që nuk ka bindje të tijat, por bindet për gjithçka që I thuhet të bëj, vendosin të rrëmbejnë CEO-n, ta fusin në bodrum, t'ia presin flokët dhe t'i bëjnë tortura të njerëzore të tipit elektroshoke të tjerë, sepse duan që ajo t'i çojë tek anija kozmike që të flasin me andromedianët e tjerë. Të nxjerrin alienin. A ja rrin apo jo? Sigurisht nuk do na zbulosh ti. Jo, asnjëherë. Kjo do ishte shumë spoiler pastaj. Është spoiler shumë I madh. Okej. Mendoj që reagimet e mia në fytyrë unë triggerova me kaq. Interesant, po me vërtet, domethënë un kam 2 ditë që përballem me këtë presionin për ta parë sot është prente ndark, besoj që do jetë. Bugonja. Plani për sot ndark. Bëjeni pjesë të planit tuaj dhe bugonje. The Movies edhe për sot, presim jashtëzakonisht shumë premiera në Cineplex datë 18 Avatar mbërrin në ekranin e madh, diçka që është shumë e bukur, nuk ka nevojë për një marketing të madh dhe shumë xixa se ndonjëherë ja vlen vetëm emri I tij dhe ju do të vraponi për në Cineplex për ta parë. Nuk shkënjen kur Avatar bashkë me një program të larmishëm filmash që do I gjeni deri në fund të vitit në Cineplex, sigurisht pastaj 2026 Orakull Klemi edhe parashikimin e tij që do të jetë një vit shumë I mirë kinematografik. Po, patjetër. Gjithashtu duhet të përmend që sot ishte 9 vite nga premiera e La La Land, që është një nga filmat më të bukur që ne kemi pas kinema, po dhe personalisht një nga ato musical që realisht pëlqen shumë. Dhe më erdhi shumë mirë kur përmendëm në fillim The Sinner, sepse zakonisht njerëzit kanë një lloj paragjykimi për musicals ose thonë o zot nëse ka muzikë nuk do shkoj ta shikoj, por e pe Sinners? E pe La La Land? Jo, as Sinners, as La La Land. Unë nisa dhe të shikoja vetëm po e them dhe këtë një film për Krishtlindje është një me Joe Jonas dhe këto Very Jonas Brothers muzikal, ku shoh muzikë? Ja, po La La Land nuk është thjesht muzikë. Jo, dakor. Shikoj këta të dy, zhvirgjërou nga kjo ana e musikalit edhe riktheu në studio. Kështu që e mbyllim dhe për sot. Faleminderit Klemi që ishe sot me ne. Faleminderit dhe ju që na dëgjuat.